Kryeministri Berisha deklaroi se brenda 2 javëve të parë të muajit shtator, deputetët e mazhorancës do të depozitojnë në kuvend nismën për zhvillimin e referendumit popullor për çështjet e heqjes së imunitetit. Në një konferencë për mediat, shefi i qeverisë shqiptare tha se në pamundësi për gjetur një konsensus me opozitën për kufizimin e imunitetit, e vetmja rrugë mbetet referendumi popullor, duke përcaktuar edhe kohën kur nisma do të ndërmerret. Në këto rrethana, në këtë qëndrim total obstruksionist, grupe se deputetët e mazhorancës do të jenë ata që do të dorëzojnë kërkesën për referendum popullor për heqjen e imunitetit brenda 2 javëve të para të muajit shtator. Uroj dhe shpresoj që kjo kërkesë tjetë jo vetëm e deputetëve të mazhorancës, të firmosin edhe ata deputetë Partisë Socialiste të cilët e konsiderojnë në ndërgjegjën e tyre të thellë heqjen e imunitetit si një kërkesë legjitime të zgjedhësve të tyre si interes jetik të qytetarëve shqiptar për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe luftën kundër korrupsionit. Në prononcimin e tij, kryeministri Berisha sulmoi gjithashtu ish presidentin e Republikës zotin Bamir Topi, duke e bërë atë bashkëpunëtor të opozitës gjatë ngjarjeve të 21 janarit. Zoti Topi ishte absolutisht tërësisht papa veprimit të Edi Ramës. Zoti Rama s'kishte kur kurajo të ndërmirë një veprim të tillë, në qoftë se nuk kishte garanci të plota nga zoti Topi, i cili dëshmoi se çfarë ishte dhe që fatkeqësi për vendin ishte njëri që shndroi presidencën e institucionit kryesor në një parti të vogël. Gjatë fjalës së tij, zoti Berisha preku edhe çështje të tjera, si shkarkimi i ish kreut të Shishit, Bari Shaqiri, që e cilësoi si krejt normale pas shumë vitesh në atë post, si dhe borxhi publik që sipas kryeministrit është nën kontroll. Në një kohë që kreu i qeverisë nuk ishte mbaruar ende konferencën për mediat, ka ardhur edhe reagimi i kryetarit socialist Edi Rama, i cili nëpërmjet rrjetit social Twitter tha se sa më shumë Saliu flet për imunitetin, aq më shumë mendoj se duhet të jesh vërtet shumë budalla për të besuar se thotë të vërtetën. S'është imuniteti që pengon hyrjen tonë në Bashkimin Evropian, sqaron Rama, por qeverisja që nuk përmbush dot detyrat e Bashkimit Evropian, institucionet e kapura dhe mungesa e shtetit ligjor. Nuk është as opozita që e bllokon integrimin, por është qeveria që fajson në kor opozitën për të justifikuar dështimin e vet me integrimin, përfundon reagimin e tij ndaj kryeministrit Berisha, kryetari i Partisë Socialiste.